Për herë të parë këtë vit, Qendra Shëndetësore Verore pranë kishës së Shën Dot në Laç po ofron shërbim shëndetësor 24 orë gjatë 13 ditëve të marta të pelegrinazhit. Duke nisur nga muaji qershor, kjo qendër do të vijojë funksionimin si qendër shëndetësore verore, duke garantuar kujdes shëndetësor të pandërprer 24 orë në 7 ditë të javës gjatë gjithë sezonit. Gjatë inspektimit në terren, Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala nënvizoi se qendra ofron shërbim të pandërprer gjatë të martave të pelegrinazhit, duke siguruar asistencë mjekësore për çdo rast. Është viti i dytë që ne e hapim qendrën shëndetësore verore të kishës së Shën Dot. Është hapur përpara se të fillojë sezoni turistik për 13 të martat e pelegrinazhit. Shërbimi është me mjek dhe me infermier, është 24 orësh çdo të martë. Çdo të martë, është pjesa e turizmit fetar që kemi lançuar. Në fakt me kjo qendër na ka në ndihmë edhe për shkak të pelegrinazhit, ne patjetër me drejtorinë e VKSH, spitalit Laç, ne kemi mbuluar gjithmonë këtu me një ambulancë, me mjek në ditët e pelegrinazhit, por hapja e një qendre është edhe më ndihmon për një shërbim më efikas. 300 mjek dhe infermier dhe personel shëndetësor që hapëm thirrjen, janë 700 që kanë aplikuar. Kjo është një lajm shumë i mirë, sepse tregon dedikimin, interesin, por edhe për kushtimin në të njëjtën kohë për të shëndetësisë. Edhe na jep hapësirën që nëse ndonjëri nga personeli tërhiqet përgjatë sezonit, të kemi mundësinë ta zvendësojmë me mjekët dhe infermierët e listë. Ajo bëri të ditur se një tjetër risi është dhe qendra shëndetësore në Ligjat e Elbasanit, e cila do të ofrojë shërbim gjatë fundjavave për t'u përgjigjur fluksit të shtuar të vizitorëve që frekuentojnë këtë zonë kurative. Ndërkohë, 36 qendra shëndetësore verore të shtrira nga veriu në jug do të jenë funksionale 24/7, duke garantuar ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe të aksesueshme për qytetarët dhe vizitorët gjatë gjithë sezonit turistik.